Lushtusa, pedagogu i Institutit Bujqësor, non se a i tha realitetin. Instituti jonë është në më të mirë në Shqipëri, por unë tha jam pa kondicioner dhe temperatura aty ku unë jap, ku kam studion, është 36 gradë. Çka do thotë që lënë për dëshru? A rrezik mja bleu një kondicioner mja që u lushtus atje. Nëse futemi te Ministria e Ballukut, që lënë për dëshru shumë, aty po shajmë tonë rrugë që bëhen. Asnjë rrugë nuk është me parametra europian. Tash ç'a ndodh me rrugë? Jo thotë tash kryeministri, ajo që ka lujt te Pelekun, thotë që janë probleme gjeologjike. Që të mosh lënë ndërtimi për një shtëpi duhet plotësohen 20 e sa pika në një formular. E një nga ato pikat është edhe studimi gjeologjik që një inxhinier do ta firmos. Ndoshta nuk ka gjeolog, po nuk ta pranon bashkia po se pat firmën. Edhe të rreme po e don formalitetin. Si u bëgen me miliona euro rruga aty, edhe inxhinieri gjeolog nuk vë firmën, dhe zonë se inxhinieri gjeolog ka vu firmën, a inxhinieri gjeolog kur shajmet rruga, që si pagun lek inxhinieri gjeolog atje ti paguaj dhe firma ndërtuese, po bëhen miliardër bëhen si shejk nafta dhe ata edhe nuk mojnë përgjithësi dhe do bëjmë me buxhetin e rrugës, ta rinërtojmë edhe një herë. Buxheti i shtetit nuk është i shtetit, lego jonaj. Do të bëj një pyetje. Po. Si ka mundësi që shumë, domethënë një numër i caktuar pensionistësh në Shqipëri edhe pse kanë pensione që nuk përballojnë dot muaj, nuk blejnë dot ilaçet dhe po mos jenë për fëmijët e tyre, nuk ja dalin dot, përsëri nuk e mbështesin dhe tregohen tifoz të partive politike. Ne vim nga një shoqëri otomane dhe se kemi këtë edukatën e kundërshtimit, edukatën e protestes, ashtu si na prun të rritë sot. Por ne në të fiksum hala me partinë e punë si shokun verë s'ka dhe po si shokun verë ne në të barum. Tash i shokun verë ja ku ke këtu tash është një pasardhës ideja e tij dhe jo pa qëllim e ka pru Fatos Nana. Ai tha me thojt pa problem, po ja ka pru qëllim mirëpranet se ka gjetë tamam modelin për këtë millet që të jetë tamam një pasardhë si ishëm i Ramiz Alis edhe të vijë për vit të zbatohet Katovica në Shqipëri. Dhe ajo që mu m'jep frymëzim, me thënë të drejtën e shpirtit, unë kam marrë pothuajse për ditë nga Lezhë, në dita më kam mungu sepse është shumë nxehtë dhe distanca është e gjatë, por unë mu më frymëzon shumë prej Mosllaku. Ai është një njeri i parritshëm që unë për fat keq, unë tash s'ka një muaj që kam hasë në rrjetet sociale, se ne për televizore nuk e marrin këtë se është i padëshurueshëm, se ai thot realitetin. Këta që thon realitetin nuk i do njëri tash i zot. Se është vetë koha e tillë që duhet rrajt, që të fitosh. Edhe prej Mosllaku që ka një njeri fantastik. Ky tash e pyeti një moderatore, i tha, si e shef tha këtë protesta dhe këto protestuesi tha si duken. Heshti dhe me atë përgjigjen e një fisniku tha, këta janë tha si qershit e kosta që dalin parat. Bani një pauzë, tha këta janë si lule, tha. Më kujton tha librin e Naim Frashërit, tha lulet e verës, tha. Nejde, tha më kujton tha Migjenin, tha, kur thot edhe shekujt po na rrejnë. Nejde, tha, menote pauzë, po a i ngrati i kishe llogarit mirë këta punë. Tha, populli jonë, tha, po skremohet, po i merë tajka me fjallë, këtë kuptim kishta si qumshtit që i merë rajken. Po tha, mos harroni, tha, bani një thirrje të fuqishme, edhe mla me kuptu që aja është një margaretar i ditëve të sotshme e lumë Shkodra që e ka, e të mirë ne që e hasim rrallë. Shi që tha? Tha, mos harroni, tha, se këta lule, tha, edhe thahen, tha. S'ka fjallë më të madhe. Me një fjallë që mos thahen, ne t'i vadisim. Po a s'kish fjallën me i prukovën me ujë. A i kish fjallën që t'i mbështesim t'ju vim afër. Falenderoj shumë për këtë intervistë. Je i nderuar. Edhe unë ju falenderoj, gjithë njëherë.